Armando Broja u aktivizua në fushë në minutën e 75 kundër Anglisë, por pas 15 minutash loja ju dëmtua dhe u rrëzua në fushë. Sulmuesi kombëtares shpërtheu në lot dhe nuk mund të vazhdonte më për shkak të dëmtimit që duket i rëndë në kavilje. Ai doli nga fusha me barel. Duket se fati i keq po e ndjek sulmuesin shqiptar. Në një moment gjatë sfidës me Anglinë, Broja mbështeti keq këmbën në tokë, gjë e cila solli dhe dëmtimin e tij, një dëmtim në kavilje i cili duket shumë serioz nga lotët e 24 vjeçarit. Sulmuesi u dorëzua dhe qau me të madhe teksa ndodhej i shtrirë në fushën e lojës. Një tjetër dëmtim ky për Brojen që fatkeqësisht vazhdon të ndikojë në formën e tij, i cili kohët e fundit nuk po kalonte as pak një moment të mirë në karrierën e tij futbollistike.